Kryeministri Edi Rama ishte pjesë në eventin e shpërndarjes së certifikatave të përfundimit të trajnimit për studentët ekselent në administratën shtetërore, pjesë e programit të Agjencisë Kombëtare të Rinisë. Rama përgëzoi të gjithë studentët pjesëmarrës, 350 të rinjt, të cilët përfituan kontratë 1 vjeçare punësimi, ndërsa inkurajoi të rinjt e tjerë, të cilët nuk arritën të merrnin pjesë, për të mos u dorëzuar dhe për të vijuar me angazhimin e tyre në konkurs. Pa dashur të them që gjithçka në këtë proces shkon fjoll, sepse me siguri, si çdo proces tjetër, ka dhe ky ato defektet e veta, që ne përpiqemi t'i adresojmë vit pas viti. Keni parasysh që edhe vlerësimi i meritës, përderisa edhe në rastin kur bëhet një vlerësim, prap janë njerëzit që vlerësojnë, ka dhe anën e vet subjektive. Kështu që pa vënë në dyshim që ata të cilët e kanë fituar mundësinë për të vazhduar me një kontratë 1 vjeçare e meritojnë këtë mundësi. Duhet ju them atyre që nuk e kanë fituar këtë mundësi që të mos ndjehen të përjashtuar dhe absolutisht të mos mendojnë që janë më pak të zot. Thjesht në një moment caktuar nuk kanë mundur të jenë dukshëm më të mirë se sa të tjerët që ja kanë dalë. Kryeministri gjithashtu bëri me dije se përgjatë 9 viteve nga ky program në administratën shtetërore janë punësuar në mënyrë përfundimtare rreth 1600 persona. Ky program ka punësuar në mënyrë përfundimtare në administratën e shtetit rreth 1600 persona. Po të kesh parasysh që administrata publike në vetvete është një trup jo shumë e madhe, këto numra nuk janë pak. Por ajo që i bën këto numra më të rëndësishëm akoma është se janë 1600 burime njerëzore cilësore që kanë potencialin të zhvillohen vijimësisht dhe që kanë kapacitetin potencial që të jenë nesër drejtuesit e sektorëve, drejtuesit e departamenteve të drejtorive dhe kështu me radhë. Besoj që tani kemi kapërcyer edhe një ngërç përmes këtij programi, atë ngërçin e eksperiencës. Ndër të tjera, kryeministri bëri me dije dhe hapjen e një tjetër programi në mbështetje të të rinjve, projekt i cili ka kushtuar rreth 65 milion euro dhe që do t'i ofrojë studentëve mbështetje financiare, mundësi reale punësimi dhe trajnimi.